Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Disa ditë para sulmit në zemër, trupi jep këto shenja. Nëse i neglizhoni, mund t'ju kushtojë në jetën. Parandalimi është më i mirë se kurimi. Ky rregull i thjeshtë vlen për shkak të sëmundjeve të ndryshme, veçanërisht i është i vlefshëm kur simptomat nuk njihen si duhet. Ne do të përshkruajmë simptomat vendimtare që mund të ndodhin një muaj ose më herët përpara një sulmi në zemër. Ju nuk jeni përse të jeni tepër të shqetësuar, por një pjesë e vetdijes shëndetësore nuk dëmton askënd. Kushtojini vëmendje të madhe rasteve kur i jep trupi juaj këto shenja. Në këtë video, sipas UEPME, do të listojmë disa nga treguesit që shpesh nuk dallohen, por mund të sinjalizojnë gjithashtu edhe sulme të mundshme kardiake. Një prej shenjave që nuk duhet të neglizhohet është edhe lodhja, e cila është pa arsye. Lodhja e pazakontë është një nga simptomat kryesore që tregon edhe për sulmin e afërt në zemër. Gratë kanë më shumë gjasa që të raportojnë edhe sulmin në zemër në krahasim me burrat. Aktiviteti fizik i moderuar është një arsye e lodhjes që mund të rritet deri në fund të ditës. Kjo simptom është mjaft e dukshme dhe nuk do të kalojë pa u vënë re. Ndonjëherë është raskapitse për të kryer detyrat e thjeshta si rregullimi i shtratit ose të bësh një dush. Ekspertët tregojnë se lodhja pa arsye në këto raste mund të jetë shenjë e një sulmi në zemër dhe duhet të adresohet me do e mos tek mjeku juaj. Dhimbja e barkut. Dhimbja e barkut e përzierë ndonjëherë me fryrje ose dhimbje stomaku është një nga simptomat paraprake që mund të paralajmërojë shpesh sulm të mundshëm kardiak. Nëse vëreni që keni një dhimbje të barkut të pazakontë në krahasim me herët e tjera, duhet të adresoni atë tek mjeku juaj, pasi mund të jetë një shenjë e sulmit të mundshëm kardiak. Dhimbja e barkut para sulmit në zemër ka një mënyrë episodike, lehtësohet dhe më pas kthehet në periudhë të shkurtër kohore. Tensioni fizik mund të përkeqësohet nga dhimbja në stomak. Nëse vëreni këto simptoma, duhet të shkoni tek mjeku për të marrë gjithmonë një trajtim më të specializuar. Edhe pagjumësia mund të lidhet me shkaqe të ndryshme të shëndetit kardiovaskular. Pagjumësia mund të shoqërohet gjithashtu me një rrezik në rritje të sulmit në zemër ose goditje në tru, e cila është gjithashtu më e zakonshme tek gjinia femërore. Neglizhenca për një kohë të gjatë mund të krijojë gjithashtu shqetësime të theksuara të shëndetit tuaj kardiak. Simptomat që mund të shfaqen për shkak të sulmit në zemër tek pagjumësia janë: përfshirja e vështirësive për të rënë në gjumë, vështirësi për të qëndruar në gjumë dhe zgjimi herët në mëngjes. Vështirësitë e frymëmarrjes gjithashtu mund të lidhen edhe me ndryshime të theksuara të shëndetit kardiak. Dispenia ose mungesa e frymëmarrjes është një ndjenjë e fortë për të mos qenë në gjendje për të marrë frymë thellë dhe lirisht. Kjo gjë mund të shoqërohet gjithashtu edhe me ndryshime të forta kardiake. Shpesh ndodh tek burrat dhe gratë deri në 6 muaj përpara një ataku në zemër. Zakonisht mund të jetë një simptom paralajmëruese shëndetësore, e cila me do e mos duhet të adresohet tek mjeku specialist. Neglizhenca për një kohë të gjatë e këtyre simptomave mund t'ju kushtojë jetën. Prandaj çdo gjë duhet të adresoni tek mjeku përkatës. Edhe humbja e flokëve mund të lidhet gjithashtu me sulmin në zemër. Humbja e flokëve tuaj mund të konsiderohet një tregues i dukshëm i rrezikut të sëmundjeve kardiake. Më së shpeshti ajo ndikon tek meshkujt mbi 50 vjeç, por disa gra mund të jenë gjithashtu në grupin e rrezikut. Rënja e flokëve gjithashtu lidhet me nivelin e rritur të hormoneve të kortizolit. Nëse keni këto simptoma, është më mirë që të paraqiteni tek mjeku. Djersitja e tepërt pa shkaqe të mundshme. Djersitja e pazakontë ose e tepruar është një shenjë paralajmëruese e shpejtë e sulmit në zemër. Mund të ndodhë në çdo kohë të ditës ose edhe në çdo kohë të natës dhe mund të lidhet drejt për së drejti me shëndetin tuaj kardiovaskular. Neglizhenca e kësaj simptome mund të jetë gjithashtu shumë e kushtueshme për shëndetin tuaj. Prandaj duhet të adresoni atë tek mjeku përkatës për të evituar çdo dyshim të mundshëm. Dhimbjet e kraharorit.
Burrat dhe gratë përjetojnë dhimbje intensive të ndryshme të kraharorit. Tek meshkujt këto simptoma i referohen shenjave më të rëndësishme të hershme të një sulmi të afërt të zemrës, e cila nuk duhet të injorohet. Dhimbja e kraharorit mund të zgjerohet, gjithashtu edhe mund të përhapet në vazhdimsi të trupit tuaj. Nëse ndjeni këto shqetësime, duhet t'i adresoni tek mjeku. Faktorët e rrezikut të një sulmi në zemër mund të jenë nga më të ndryshmit. Prandaj, paraqitja për të marrë trajtimin e specializuar është zgjidhja më e mirë që mund të bëni. Ne të gjithë e dimë se faktorët më të zakonshëm të rrezikut, si obeziteti, mungesa e ushtrimeve fizike, pirja e tepërt e cigareve dhe alkoolit, mund të jenë gjithashtu ndikues të drejtpërdrejtë të shqetësimeve tuaja kardiake. Prandaj, është e rëndësishme të adresoni çdo shqetësim të mundshëm. Rrullosja e llapës së veshit, prania e një rrulle në vesh që shtrihet diagonalisht nga kanali i veshit, mund të jetë një shenjë paralajmëruese, citon WebMed, e sulmit të mundshëm kardiak. Njolla të verdha të cepave të brendshëm nën qepalla, dhimbjet e lehta në muskujt e pulpës së këmbës teksa ecni, mund të lidhen gjithashtu me shenjat e problemeve kardiake. Flokët në kanalin e veshit, kryesisht tek meshkujt, mund të lidhen gjithashtu me shenjat e problemeve të sëmundjeve në zemër. Thinje hershme në flokën tuaj. Gjithashtu tek moshat e reja mund të thinjen dhe mund të paralajmërojë sulm të mundshëm kardiak. Nëse vëreni këto shqetësime dhe simptoma në trupin tuaj, adresojeni ato tek mjeku përkatës. Sulmi në zemër është një gjendje kur ndodh një bllokim i menjëhershëm i arterieve koronare, gjë që rezulton gjithashtu edhe në humbjen e furnizimit me gjak dhe humbjen e muskujve tuaj përkatës, që mund të krijojë shqetësime nga më të ndryshme edhe në fizikun tuaj. Faktori kryesor për atak në zemër është me të vërtetë i ndryshëm tek persona të ndryshëm, por nuk duhet të neglizhohet asesi simptoma juaj, pasi në të kundërt, gjendja mund të krijojë edhe probleme të favorshme për sulmin në zemër. Por më tepër, faktorët që mund të rrisin rrezikun e një sulmi në zemër janë obeziteti, tensioni i lartë i gjakut, niveli i lartë i kolesterolit në gjak, diabeti, pirja e duhanit, ushqimi i varfër dhe historia familjare. Megjithatë, njerëzit mund të parandalojnë në këtë gjendje nëse ato ndjekin vetëm shenjat e trupit, sepse simptomat të një sulmi në zemër vërehen një muaj përpara tij, citon WebMed, kur disa nga simptomat më të njohura janë presioni i lartë i gjakut, dhimbje në gjoks, ose ndjenja e presionit mund të sinjalizojë një atak në zemër. Në këto raste, është e këshillueshme nga mjeku juaj që të adresoni shqetësimin aty ku duhet. Një sulm në zemër mund të lindë edhe si pasojë e presionit të tepërt të gjakut. Në këto raste, është më mirë që të flisni me mjekun tuaj, pasi neglizhenca e këtyre situatave mund të krijojë edhe situata jo të favorshme për shëndetin. Vështirësia e frymëmarrjes gjithashtu mund të jetë shkak i problemeve të presionit të gjakut. Mushkëritë dhe zemra lidhen drejt për së drejti me këto shqetësime. Nëse për një kohë të gjatë vëreni edhe vështirësi në frymëmarrje pa arsye, kjo mund të lidhet gjithashtu edhe me një sulm të mundshëm kardiak. Në këto raste, flisni me mjekun tuaj. Dobësia e trupit edhe nëse keni qëndruar gjatë gjithë kohës të çlodhur. Marramendja gjithashtu mund të lidhet me shenjën e një sulmi në zemër. Kjo shenjë lidhet gjithashtu edhe me furnizimin e dobët të qarkullimit të gjakut, por sidomos edhe me shëndetin tuaj. Mungesa e rrjedhjes së gjakut në tru mund të shkaktojë marramendje, pra marramendja mund të lidhet edhe me funksionet e dobta të shëndetit të trurit. Lodhja pa arsye, gripi i vazhdueshëm dhe simptomat e ftohjes gjithashtu mund të lidhen edhe me një sulm të mundshëm kardiak. Në këto raste, flisni me mjekun tuaj për të marrë trajtimin e specializuar dhe mos i neglizhoni simptomat që trupi juaj është duke paraqitur. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.